Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndes kudo që të ndodheni. Një ditë të mbarë dhe të bukur. Kanë zgjedhur ditën ndërkombëtare të prindërimit për t'u drejtuar këtij institucioni madhor të shoqërisë, siç është prindërimi dhe familja. Këshilli rajonal i paqes universale Shkodër dhe një panel i jashtëzakonshëm, shumë i nderuar, i ftuar, janë dalur në këtë problematik që natyrisht ekziston, por edhe që ndërton në të gjithë ecurinë tonë. Institucioni i prindërimit si bazë e themeleve shpirtërore të kombit. Në këtë okeljo të gjithë panelistët, por edhe të ftuarit, dhanë mendime dhe teza të cilat na bëjnë të mendohemi, na bëjnë të përqafojmë më së shumti jetën dhe vlerat e paqes. Natyrisht për të folur rreth një tematike të tillë, secili prej nesh mund të thojë mendimin, sepse secili prej nesh është i përfshirë në shoqërinë ku roli i prindit dhe i familjes luan një rol shumë të rëndësishëm. Ai që nuk respekton prindin ndihmon në shkatrimin e kombit. Ishte një prej tezave të cilët mua më bëri shumë përshtypje në fjalën e të ftuarve dhe të cilët hodhen një vështrim shumë të gjerë rreth këtij koncepti. Sot do të flasim për këtë tematikë. Unë në studio jam me dy zonja të nderuara, shumë kontribuese në Federatën e Paqes Universale. Po filloj me zonjën Marie Koliqi Sheldia, antare e kryesisë së Federatës së Paqes Universale. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Ju jeni një grua e njohur në Shkodër si mësuese, si aktiviste, si njeri me integritet dhe natyrisht pjesëmarrja në Federatën dhe kontributi në Federatën e Paqes Universale është më se i vlerëshëm nga një zonjë si ju. Faleminderit. Së bashku me ne është kryetarja e Këshillit Rajonal të Federatës së Paqes Universale, zonja Majlinda Laçaj. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Dhe urime për atë aktivitet kaq të bukur që ju keni organizuar. Besoj se ajo ditë që solli deri në kulmimin e aktivitetit dhe më pas mbarimit të tij ka lënë bresa tek ju, apo? Absolutisht po. Si çdo krim, sepse dhe organizimi i një aktiviteti është krim. Është bashkëpunim. Dhe normalisht që kur ke një feedback pozitiv, e gjithë lodhja që mund të shkaktohet në fazat përgatitore të aktivitetit nuk e ndjen më. Ishte një aktivitet për hir të vërtetës shumë breslëndës, jo vetëm nga aspekti i pjesëmarrësve, i të ftuarve, i panelistëve, por edhe nga vetë tematika, sepse aktiviteti u zhvillua në kuadër të ditës botërore të prindërimit. Dhe këtu ne morëm shkas duke u nisur edhe nga vetë vizioni dhe misioni që ka dhe Federata e Paqes Universale në rang internacional, por edhe dega në Shqipëri, ku baza është familja, paqja dhe dashuria. Nga këto tre këndvështrime shtylla ne realizuam këtë aktivitet, ku pati një pjesëmarrje të konsiderueshme nga personalitetet të qytetit të Shkodrës, por edhe figura shumë të rëndësishme të kombit, jo vetëm shqiptar, por edhe në nivel ndërkombëtar. Më bëri përshtypje interesi me të cilën u ndoq ky aktivitet, por edhe pjesëmarrja figurave që kanë kontribuar në unitetin dhe bashkëveprimin në kombin ton. Dy ish president të i pari zoti Mojsiu dhe zoti Fatmir Sejdiu i Kosovës ishin dhe dhanë kontributin dhe mendimin e tyre pikërisht në këtë aktivitet. Në fakt ishim të nderuar, sepse ishte hera e parë që në aktivitetet që zhvillon Federata e Paqes Universale në Shkodër
kishim, mund ta them me plot fjalë, ndoshta një arsenal të rënd figurash të shuara publike. Patëm nderin të kishim shkëlqësinë e tij zotin Alfred Mojsiu, shkëlqësinë e tij zotin Fatmir Sediu, ish president, të cilët me të vërtetë kanë lënë gjurmë në shtetin shqiptar, në kombin ton. Po ashtu patëm kënaqësinë që në mesin ton të kishim edhe Jacques Mariot, që është president i Federatës Universale të Paqes për Europën dhe Azinë Juglindore. Natyrisht mendimet ishin jashtëzakonisht të vlefshme, madje unë si pjesëmarrëse do desha që fjala e tyre të dëgjohej në një altoparlant mjaft të fuqishëm edhe tek njerëzit që kalojnë rrugës ndoshta, sepse vërtet mendimet që lidhen me familjen, me prindrimin, janë gjithmonë të vlefshme për t'u lançuar dhe për t'u respektuar. Ai që nuk respekton prindin, thot presidenti Mojsiu, kontribon në shkatrimin e kombit. Sa gjana të thella, të menduara, që duhen respektuar shumë. Roli prindit asnjëherë nuk është pasiv, përkundrazi është shumë aktiv. Është një marrëdhënie që është e dypalshme gjithmonë. Prindi për fëmijën dhe fëmia për prindin. Ai është institucioni i parë i çdo njeriu, apo jo? Është shumë e vërtetë. Në fakt, po flas pak në fillim, pastaj do ja lëm fjalën edhe zonjës Marie. Është shumë e vërtetë ajo që duhet një altoparlant i madh për të shpërndarë mesazhin e rëndësishëm që dhanë 2 figura të rëndësishme, 3 figura të rëndësishme në fakt në aktivitet. Dhe ky është edhe qëllimi i Federatës së Paqes Universale në si themi mbledhjen apo vlerësimin e figurave të rëndësishme, sepse ky është një element shumë i rëndësishëm i shpërndarjes së këtyre vlerave dhe virtyteve që familja, sepse në si shtyllë kryesore Federata e Paqes ka një slogan shumë të rëndësishëm: familja, shkollë, dashurie. E vërtet, apo jo. Si mendoni zonja Maria, si qëndrojnë këto raporte sot, sepse roli i prindërimit është determinant në jetën e çdo fëmie, apo jo? Vetëm një familje shnosh mund të kontribuojnë harmoninë dhe paqen shoqërore, si dhe të sjellë përfitime në çdo sektor të jetës. Familja është njësia bazë e shoqërisë. Me punën që kam bë 20 vjet me shërbimin social, më thonë drejtën kam dallu një fëmijë që edhe 2 muaj e ka rrit nana me një fëmijë që se ka pa nanën kur. Ka një ndryshim shumë të madh. Familja ka 2 funksione themelore: riprodhimin biologjik shoqëror dhe përgatitjen e individit qytetar. Këto janë 2 misionet kryesore të familjes. Familjen e ka kriju Zoti, qysh me Evën e Adamin. Nuk ka përparim në botë, po s'ke një familje shnosht. Sot familja shqiptare po të nditet, po i humbet disa vlera tradicionale. Arsyet janë të ndryshme, psikologjike, shoqërore, ekonomike. Mos interesimi i prindve për fëmijët, nuk e dojnë fëmijët këtë vazhdimsinë e kujdesit të prindve për ta. Sot në gjojmë tragjedi familjare, krime, vetvrasje, dhunë, grinje, vajza që prostituohen, djemë që dërgohen, braktisjen e prindve. Sot ka gjithnjë e më shumë divorce, gjithnjë e më shumë bashkëjetesë, ku asnjëri nuk morën përgjegjësi për fëmijët. Shtohen abortet, linje shumë më pak. Sa problematika. Të gjitha probleme, të cilat indirekt ose bile edhe krejt direkt dëmtojnë shtetin, komin, vendin, se familja a baza e një komi. Si mas statistikave, sot njerëzit martohen për këto arsye, është e çuditshme, kam gjetë një statistikë. 30% që mos mesin vetëm, pra interes, mos me met vetëm. 20% për të liruar nga familja, s'dojnë me jetu me prind. 30% që të duhen nga dikush. 10% për nevoja seksuale dhe vetëm 10% për t'u afru, bashku e jetu në dashni. Këtu kam rritë familja. Këto janë shifra alarmante, tronditse. Janë shifra tronditse.
Të janë shifra të ndicë. Ndoshta nuk e di, shkaqet mund të jenë të ndryshme, duhen kërkuar shkaqet kur ka shumë të tilla. Por këtu kam rrisëshnia. Ne gjithmonë deklarojmë dhe kemi edhe dëgjuar normalisht dhe lexuar që familja është bërthama e shoqërisë. Por harrojmë diçka shumë të rëndësishme, që prindërimi është zemra. Në momentin që një zemër lëngon, nuk është e shëndetshme. Në momentin që prind nuk respektojnë rolin secili, normalisht pastaj do të kemi ka dhe faktorë të jashtëm të tjerë që mund të jenë politikat, sistemet, gjërat duhet të shkojnë zinxhir të funksionojnë, por ama prindërimi është zemra që rreh për familjen dhe normalisht familja pastaj pasqyrohet gjithçka në shoqëri. Po që fillon familje. Një fëmijë që rritet një familje me probleme ose të divorcuar, ai ka gjithmonë probleme sociale dhe probleme psiqike. Unë kam punu edhe mësuese edhe në institucione. Dallohet menjëherë një fëmijë që ka probleme në familje. Nuk është të çuditshme, është normale. Në këtë këndvështrim prindërimi është detyrë. Është detyrë, por nuk ka zanat prindërim, Merita, nuk ka zanat. Ka dashni, ka zemër, duhet për çdo individ me vepru ndryshe ndoshta. Është e vështirë, por ama kryesorja dashnia. Familja është dhe duhet jetë një shkëmbim i gjithënshëm i jetës me dashni dhe për dashni, ku prindërit kanë rolin primar, ndërsa fëmijët janë lidhja mes vetes dhe mes prindërve. Sa dhe fëmija lëtë rolin në familje. Jo vetëm prindëri, po duhet edhe fëmija. Edhe fëmija. Pra është një këmbim i pashtershëm. Ndjesish. Dashnijet, njësish. Familja është institucioni më i qëndrueshëm mbi të cilin është ndërtuar jeta shoqërore. Është djepi më i sigurt ku mund të rritet baraziri, ndërtohet dhe garantohet e ardhmja e një vendi dhe komi. Nuk duket kur gjallë, po familja është nuklei, është baza e një komi. Vetëm përkushtimin ndaj familjes na forcon dhe na bën një kom më vital e më të bashkuar. Dashunia për adhëm lind, nga dashunia për familje. Adheu i parë është familja. Që që merret në familje. Në familje. Prandaj e keni vënë një titull prindërimi, roli prindërimit në forcimin e themeleve shpirtërore të kombit. Është shumë i rëndësishëm, është shumë domethënës, madje edhe emocionues, kur secili mund ta mendojnë veten si pjesë e një shoqërie, pjesë e një vendi, pjesë e një qyteti, e një familje, një mbiemri të prindërve të tij. Çfarë përgjegjësie rrjedh në të gjithë këto hallka që vijojnë. Ne vërtet jemi shumë patriot kur luhet një ndeshje futbolli apo diçka. Kjo është ana më jashtme. Dhe psorja është ajo që ndjen brenda vetes. Absolutisht. Apo jo. Që ke kultivu nga prind, që ke kultivon familje, që nën familje, sot edhe institucionet e për kujdesit social kanë për model familjen. Shtëpi familje krijohen sot, gjithmonë botë. S'ka më institucione shumë me kallabllek fëmijësh. Janë tona shtëpi familje. Ndërkohë që vjen re shumë dukuri të cilat janë vërtet të dhimbshme, braktisja e prindërve të moshuar. Prind të vetmuar që jetojnë, fëmijët larg, nuk e di se si, po janë disa jo thjesht dukuri, tashmë po bëhen fenomene. Fenomene, janë bërë fenomene. Ku të shifish pleq vetëm, gjithmonë i ke. Si musha zilet. Kur kam punu me Red Barnet të Danimarkës, thoshin familja Terbrez është familja moshnosh. Terbrez. Pra, gjysha, fëmijë, një pa. Është familja moshnosh, në atëherë kishim mot ashtu familje. Po ne e kemi pas. E kena pas. Dhe ishte një fenomen, thoshë jeni shembull gjithkund që do të rritni fëmijë të mrekullueshëm, se i rrisin edhe gjysha. Si mendoni, kush duhet të ndikojë që këto fenomene të paktën të zvoglohen, jo të marrin përmasa akoma më të mëdha? Po, shoqënia lutë rol, ekonomia.
Edhe një ndërgjegjësim, sepse ne tham dashuria për familjen, dashuria për atë. Nuk mund të them që ata që janë larguar nuk kanë dashuri për atë. Është jashtë çdo logjike ta. Madje ata shprehin më shumë se ne që jemi këtu, po ne veprojmë më afër. Por me këto që diskuton, sidomos këto persona që jetojnë jashtë, sikur shqiptarët punojnë në Shqipëri, si punojnë në vendet ku jetojnë, Shqipëria do të ishte ndryshe. Ndoshta duhet ta kërkojmë jetesën në Shqipëri, duhet të dimë të reagojmë kundër fenomeneve negative që cënojnë familjen dhe jo të ikim. Ndoshta këtu është hallka e parë ku populli shqiptar duhet të mendojë, të rritë, të reagojë, të luftojë për të ardhmen e vet dhe për të fëmijëve të tyre. Kështu që janë disa elemente dhe politika ndërgjegjësuese që duhet të, jo vetëm institucionet, por edhe organizatat, shoqëria civile, të gjithë duhet të reagojmë, sepse në momentin që shkatërrohet familja, i rrim përsëri fjalës presidentit Mojsiu, shkatërrohet kombi. Ndërkohë që plotësimi i një jete shumë komode që në fëmijëri, që është në atë dëshirën për të rritur një brez të mirëqen me një komoditet me të gjitha kushtet, ndoshta ndikon në atë po e quaj llastim që shpesh herë prindit i bëjnë fëmijëve dhe ata me njëherë duket sikur e kanë të drejtë ta kërkojnë një gjë të tillë, pa ditur se si fitohet një kusht i tillë i mirë i jetesës apo diçka tjetër. Nuk është prindërimi i mirë ai që i plotson të gjitha dëshirat e fëmijëve, po është prind i mirë ai që punon gjithmonë bashkë me fëmijën për t'i treguar rrugën se si fitohet diçka e mirë dhe e vlefshme në jetë. Ndoshta edhe këtu kemi humbur shumë çka. Në brezat tonë jemi munduar që rrogën e parë edhe vazhdimsinë ta kemi bashkë me familjen, të kontribojmë aty. Tashti ndoshta është një opinion, por jo shumë prind jam shenjë fëmijëve vështirësitë ekonomike. Mundohen jashtë tona mundësive me ja plotësu kushtet. Po kjo nuk është e drejtë. Nuk është e drejtë. Fëmija duhet i dinë tonë vështirësitë e familjes, tonë vështirësitë që kanë jekë prënd me e baqë, me rritë, me bë me shkollë, me tonë. Sepse kjo është edukim. Kjo është edukim. Jo, gabim, llastimi i fëmijëve është gabim. Me lënë parë fëmijëve është një gabim i jashtëzakonshëm. I shohim për ditë, me rinin, janë gjëra që po shkatërrojnë familjen, po shkatërrojnë fëmijët. Kur të rritesh i fëmijë me probleme, ti ke dështu si prind. Se fundit fëmija jetë është. E vërtet. Ke ma fajtisë sa fëmija. Pastaj vejset e ndryshme, të cilët pa i përmendur nënkuptohen, janë pika shumë shkatruese të personalitetit të fëmijës, i cili natyrisht hedh dritë tek prindërimi, po hedh dritë edhe mbi kohën në cilën jetojnë. Patjetër. Ku ka sfidat e veta, çdo periudhë duhet prindi me kanë gjithmonë korrent me tona problemet. Ashtu edhe një fenomen tjetër, sa shkon prindi në shkollë gjithmonë i bërtet mësuesit. Fëmija i tij ka drejt gjithmonë. Edhe kjo është një plagë e madhe. Është plagë shumë e madhe. Sidomos në shkollat private, i duket sikur do ta blejnë atë notë. Ku mandani ku më quhet fëmija, kriju një psikologji që do ta e merr shkollën, e merr tona, shkon privat gjithmonë i bën tona privat. Po jeta këtij fëmijë, ky fëmijë ka me punu 50 vjet. Çka ka më bë me këtë fëmijë? Prindi sa gjithmonë gjallë. Po ndjej një puls të vërtet shqetësimi nga një zemër nëne, nga një zemër mësuese, nga një zemër që pulson me të gjitha problemet e kohës. Fatin me kënë edhe mësuese, edhe me punu dhe me shërbimin social. Por i kam pa këta plak, i kam pa se të gjithë këta fëmijë përfundojnë institucione. Ose të përkujdesit social, ose me probleme tjera psiqike, e menore, është një situatë, a kriju një situatë të mërshme. Edhe diçka, duhin këtë kërimi dënë më ba pasanik për 2 vjetë. Në punoj një jetë, e vërtet.
Ta dojnë për 2 të vjet. pasurohesh me çdo kush në një kohë të shkurtër. Me çdo mënyrë, po fe ndërgjegjet, nuk e di. Ndjesitë e drejtë për drejta me njerëzit tuaj janë ushqimi më i mirë, në të cilët ndoshta mund të hedhësh një hap shumë të rëndësishëm në jetë. Po një thënie thot shtëpia, familja është ajo derë që nuk mbyllet kurrë, pavarësisht nga ora që kthehesh. Ajo është familja që mban derën të hapur dhe zemrën të hapur për fëmijën e saj. Dhe nëse e vlerësojmë, është një dashuri pa kushte. Nëse e mendojmë kështu, gjithmonë ka një shpresë shumë të madhe edhe kur shohim se problemet kanë marrë zmadhim. Kur ke problemet mëdha, gjithmonë shkapet është e familja. Gjithkusht. E vërtet. Sa do mosh me pas, pakten atë shpirtënore, ndihmën shpirtënore tani prindi, se ndoshta ekonomike nuk e ka, po. Është një mesazh shumë i fuqishëm për të gjithë ata që na ndjekin, për të gjithë fëmijët, por edhe prindrit, sepse ky është një raport i pashmangshëm, ky është një raport i përjetshëm. Ky është një raport që vijon në jetë të jetëve. Ndaj kështu transmetohen të gjitha rrënjët, kështu transmetohet trashëgimia jonë, po nuk dite nga erdhe, nuk di se ku shkon, edhe nuk dim se ku je. Prandaj të gjitha këto hallka duhet të funksionojnë. Është një zinxhir hallkash, por edhe një sër problematika që shoqëron. Diçka duhesh ti jesh gjithmonë shembull i mirë për fëmijën, se fëmia edukata është imitim. Fëmia imiton prindin gjithmonë. Duhet të jesh një shembull i përsosur për fëmijën. Janë kriju disa situata jo fort të këndshme. Shembull i mirë dhe fëmia duhet të edukohet dhe të sensibilizohet që janë shumë të rëndësishme të plotësohen nevojat dhe jo dëshirat. Pra, nevojat dhe jo dëshirat. Sepse ti nuk e lind fëmijën për të vuajtur më shumë se ç'vuan ti, por e lind fëmijën për ta mirëritur me vlerat më të mira tuaja jetësore. Me vlerat më të mira që përbajnë familjen. Siç janë respekti, siç janë besimi, siç janë empatia, dhimbshuria për tjetrin, një bashkëjetesë me të gjitha ngjyrat e kulturave. Sepse shohim në shkollë absolutisht me diversitetin, se shohim në shkolla, kemi fëmijë gjithë në shkollë, jemi në ambientet arsimore pa tjetër të përfshirë. Dhe është e dhimbshme të shohësh fëmijë mu dje i mbirë më sjell një pijë energjike, nuk pa përmendi emrin. Janë 15 vjeçar dhe i ka një qeras shok të klasë për ditëlindje. Sa gabume. Shumë e gabume. E lidhet edhe me kulturat. Nuk e piva se unë nuk e du. Sa gjatë. Por problemi është që ky është një element, e sjellë si element që fëmia ndikohet nga faktorët e jashtëm. Prandaj është shumë e vërtetë që familja është nisma kryesore e filizit fëmijë. Por ama edhe ambienti i jashtëm, faktorët e jashtëm janë shumë të rëndësishëm, sepse është një përplasje shumë e madhe me çka familja i transmeton dhe me çfarë ai përballet në ambientin e jashtëm. Po dalte fjala e majlindës kur kanë shkuar në shtëpi të fëmis, kanë pas djalin e vogël, ftorin 5 vjeç. Ata bishin me fjet, unë kisha mësu fëmijët me i puth, mrame, kur bishin me fjet. Fëmijët tuaj të fëmijët e mi të shtëpisë. Djemt. Nuk i puth te kërkosh, unë nuk i puth ama fëmijët e mi. Në vite si gjërna për ata, që nuk i puth ama. Në fillim, djali vogël u prek. Nënët aty dënë ata më ofert se ne, si e të në puth. Manaj, pra për atë që kanë linë fëmijët e mi në shtëpi, edhe sot, marojnë mas jetimave, marojnë mas fëmijëve me aftësi ndryshe fëmijët e mi. I dojnë kja me aloj marrë në shtëpi, ku kanë punu, i du shumë, pra është edukata që marrin fëmijët në shtëpi kur anësit marrë. Ja, çdo stigme. Edukata që marrin në shtëpi është shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme, jashtëzakonisht e rëndësishme. Gjithsesi janë shembuj shumë prekës të cilët i takojmë çdo ditë, me të cilët ndeshemi çdo ditë, me bullizmin, me gjëra që të bëjnë përshtypje në ambiente të jashtme, të cilët tregojnë anë të ndryshme të kulturës sonë,
ose të mos respektimit të tjetrit. Të gjitha aty e kanë burimin. Ndaj prindërimi është një s'ka zanat prindërim, është shumë e vështirë. Është art më vete. Është art më vete. Është kyçi i jetës. Është shumë i vështirë prindërimi, sidomos sot. Keni kapur një tematikë e cila është gjithmonë që lën për të diskutuar, që lën gjithmonë hapësirë për të punuar në të. Dhe ndoshta Federata e Paqes Universale me të gjitha mesazhet dhe me një nga shtyllat shumë të fuqishme, siç është familja, është një faktor shumë ndikues pikërisht në shpërndarjen e ideve, por edhe në punën që bëjnë njerëzit që janë të rrethuar në këtë federat dhe shoh njerëz me shumë integritet, personalitete, jo vetëm në panelin që morën pjesë, por edhe në ambasadorët e paqes, të cilët janë evidentuar si njerëz me veprimtari dhe rrezatim të gjanë shoqëror, me merita të veçanta, të cilët janë shembull. Paqja vetë edukon, dhe nëse një njeri nuk e ka paqen brenda vetes, nuk mund të ketë role të tjera, prindërimin e të tjera, apo jo? Është vërtet. Paqja fillon në familje. E vërtet. Ju, zonja Marie, keni kontribuar shumë në Federatën e Paqes Universale, ndërkohë që një tjetër brez është Majlinda, e cila merr të tjera iniciativa për të ofruar rreth kësaj organizate njerëz që janë aktive dhe vlera humane rrezatojnë. Shoqëria jonë ka gjithmonë nevojë për shembuj pozitiv, për vlera pozitive. Të ndriçojnë si një fanar në këtë rrokupuj të madhe që ka marrë problematikat, një ritëm shumë i shpejt, po harrojmë njëri tjetrin, po harrojmë shumë çka të cilat janë jetike për mirëqenien e njerëzve në përgjithësi. Dhe pasqyrimi dhe nxjerrja në pa këtyre vlerave është një lloj kambane dhe një rrezë drite që njerëzit duhet të shohin, po, domethënë unë do bëj, do jem si ai, do eci në këto hapa. Është rruga e drejtë, është e vështirë, por është shumë e mirë. Shumë e bukur, e vërtet. Keni evidentuar njerëz, unë po i quaj personalitete në çdo fushë, të cilët kanë kontribuar dhe vazhdojnë të kontribuojnë, njerëz me integritet, që do të thotë kanë një rrezatim të fortë shoqëror, që sakrifikojnë për tjetrin. Këto janë ambasadorët tuaj të paqes, apo jo? Kjo është shtylla kryesore e Federatës së Paqes, e misionit, si që diskutuam edhe në fillim, edhe e misionit dhe qëllimi që ka në vetvete Federata e Paqes, është besimi, është përkushtimi, është sakrifica për tjetrin, empatia, paqja, familja. Bilës ne në Shkodër kemi edhe degën e familjes, kemi edhe koordinatoren, Elizabeta Nela, ajo ka një qendër rinore, ku çdo ditë është hapur nga mëngjesi deri pasdite vonë, ku të rinjt shkojnë, integrohen, zhvillojnë aktivitete të ndryshme, kulturore, lojra, gjithmonë në nivelin e moshave që janë pjesëmarrëse. Shumë interesante. Është dhe bukur, e vlefshme. Quhet Karp, është një organizatë e cila ka në fokus rinin dhe zhvillimin edhe integrimin me vlerat e familjes. Përshëndesim të gjithë Këshillin Rajonal, edhe zotin Muhamet Kaçirani, i cili pak më herët ishte në studio, po për arsye pune u largua, por e të gjithë strukturën tuaj, sepse natyrisht jeni një si thua një ekip që bashkëpunoni. Madje keni organizuar her pas here edhe veprimtari të tjera. Po, është vërtet, në vitin e kaluar në qershor është në 2023 në fakt, është realizuar festivali familjes në qendrën e qytetit në bashkëpunim me Karp. Po ashtu kemi zhvilluar aktivitete në tetorin e vitit të kaluar në Teatrin Migjeni, përsëri kemi zhvilluar aktivitete, kemi realizuar ullën e Ulla e Paqes, janë aktivitete të shumta që ka organizuar Federata e Paqes. Së fundmi kemi ndërmarrë edhe disa iniciativa të reja në fakt, ku Shkodra u bë avangard, si gjithmonë ndryshimi dhe pozitiviteti vjen nga Shkodra në çdo sektor. Realizuam një memorandum bashkëpunimi me institucionin Bashkia e Shkodrës,
për bashkëpunime të ndryshme në sport, në arsim, në kulturë, për zhvillimin e aktiviteteve, për mbështetjen e aktiviteteve që ne synojmë të zhvillojmë në të ardhmen. Është mbreslënse, është shumë e bukur të ndalesh pikërisht tek ajo që është shumë e rëndësishme, një nga shtyllat e Federatës së Paqes Universale, tek familja. Nëse ka leksion më të bukur, nuk ka fjalë më domethënëse se familja. Dhe secili brenda nesh duhet të reflektoj për këto vlera të cilat ne i ndërtojmë ose edhe i shkatrojmë paksa në përditshmërinë tonë, në atë vrullim e jetës, në atë të interesave pragmatiste, nga njëherë të shumë e curive që ka jeta në largimet, në interesat nga njëherë të cilat janë shkatruese për marrëdhënien e vërtet njerëzore. Natyrisht problematikat të tilla janë të pafundme, ndaj duke qëndruar pikërisht në këtë paqe të jashtëzakonshme që jep familja, s'kemi bërë gjë tjetër veç se kemi ushqyer shpirtin me vështirësinë e nevojshme që na duhet për të ndërtuar një rrugë në ecurinë tonë. Nëse secili e mendon këtë, patjetër që secili për nesh do të ishte më i mirë. Apo jo? Shumë e vërtet. Është shumë e vërtet. Në momentin që ne i bëjmë detyra të mirë, normalisht që rezultatet janë të shkëlqyera. Asnjëherë të jesh prind nuk është edhe e lehtë. Me gjitha sfidat që përballet prindërimi sot. E diskutuam edhe më përpara që të flasësh për prindërimin, nuk mjaftojnë orë emisionesh televizive, takime, aktivitete. Nuk e ke mbaruar detyrat asnjëherë derisa mbyll syt. Është shumë e vërtet. Por ajo çfarë ne duhet të synojmë gjithmonë, qoftë jo vetëm për familjen tonë, sepse në fund të fundit ne investojmë edhe për shoqërinë. Pra do ta shohim këtë edhe si një investim për shoqërinë. Nëse ne duam që përtej derës tonë të familjes të krijojmë një ambient të përshtatshëm, të pranueshëm, pozitiv për fëmijët tanë nesër, sepse ne nuk do të jemi gjithmonë. Edhe duhet të krijojmë kushtet që fëmia jon, fëmijët tanë të jetojnë të sigurt në ambient që e duan dhe i do normalisht. Një fëmijë edukuar ka rrezik për gjithë shoqërinë, nuk ka vetëm për familjen e vet. Sot në këtë studio unë përkulem me respekt para dy zonjave të cilët u futën drejt për drejt në themel të asaj që shpesh ne e ndjejmë, shpesh herë na vjen deri te goja dhe shpesh herë nuk e themi, po sa bukur është ti thuash gjanat në mënyrë që ti kuptosh më mirë, në mënyrë që ti korrigjosh, të mundesh ti korrigjosh apo të përmirësosh atë. Dhe ju falenderoj shumë për mënyrën se si u shprehet, duke i paraqitur situatat me një ndjeshmëri të veçantë qytetare, me një ndjeshmëri që ka të bëjë me përditshmërinë e secilit prej atyre që po na ndjek dhe secilit prej atyre që dëshiron më të mirën tek familja dhe tek fëmijët e tij. Ju falenderoj shumë zonja Maria. Ju falenderoj shumë Majlinda. Dhe ju uroj shumë suksese në këtë rrugë misionare që ka Federata e Paqes Universale. Diçka që ndihet me shpirt dhe që bëhet po me shpirt. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ju. Faleminderit. Familja nuk është fuqi, as pasuri. Familja është dashuri, respekt edhe besim. E vërtet. Faleminderit.